Vlora pret nisjen zyrtare të sezonit turistik pa energji elektrike, kur qyteti është gati për të nisur zyrtarisht sezonin veror me një koncert festiv të organizuar si simbolike e nisjes së tij, biznese, por edhe banesa këtë të shtunë kanë qenë totalisht pa energji elektrike. Rreth orës 9:45 minuta të mëngjesit të kësaj të shtune, në vijën bregdetare të Lungomares, por edhe në shumë zona të qytetit, është stakuar energjia elektrike. Dhjetra biznese, por edhe qindra banesa për 6 shëtitores, kanë qenë për orë të tëra në terë të plot. Energjia e stakuar në momentet e fluksit të punës në mëngjes ka bërë që bizneset të shumta të penalizohen, duke humbur klient, por edhe vlera të konsiderueshme ekonomike për ta. E vetmja zgjidhje për bizneset e angazhuara në sektorin e turizmit, por jo vetëm, kanë qenë gjeneratorët. Disa prej tyre që posedojnë ende një të tillë kanë nxituar tindezin për mos të humbur më tepër klient dhe në këtë mënyrë më tepër të ardhura. Zhurmat e gjeneratorëve kanë qenë prezente përgjatë gjithë vijës bregdetare të Vlorës, duke të rikthyer shumë vite pas në kohë. Shkak mësuese ka qenë një defekt teknik i ndodhur në stacionin elektrik të Jonufrës, i cili ka penalizuar qytetin në ditën e nisjes zyrtare të sezonit. Defekte këto, të cilat të rikthejnë edhe një herë në vëmendje gjendjen e amortizuar të rrjetit të furnizimit me energji elektrike në Vlorë, i cili shpesh pëson defekte, duke u përkthyer më pas në një sër problematikash dhe penalizim të qytetit, veçanërisht të biznesit lokal. Është një situatë kjo faktikisht e përsëritur edhe në Vlorë, ku në shumë raste për shkak të defekteve, luhatjeve të tensionit mbi ngarkesës elektrike, shumë zona mbeten në errësirë totale. Ndodh shpesh përgjatë një viti kalendarik, ku rastet nuk mungojnë as përgjatë sezonit veror, ku shumë biznese në Vlorë janë në fluksin e punës dhe kanë mundësinë e vetme për të përballuar kostot nga të ardhurat që nxjerrin. E njëjta situatë është përsëritur edhe sot, e cila me sa duket nuk do të jetë e fundit.